për fat të keq në mentalitetin ton, nuk e kuptojnë që martesa është një veprim, le të themi, individual dhe zgjidhja që bën në jetë njëri që bëjnë dy partnerë në jetë janë pikërisht sepse duhet të dihen vetëm ata dy të përmbushur nga njëri tjetri. Për fat të keq ka një keq interpretim dhe një keq kuptim të martesës në vendin tonë, sepse i rikthehen zonave rurale, sidomos në zona rurale, bashortja shihet jo vetëm si bashortja e bashortit, por si nusja e cila do të vinë në shtëpi, do të ketë do të ketë vëmendje dhe kujdesin ndaj gjithë anëtarëve të tjerë të familjes, tek familjet kryesisht patriarkale ekzistojnë këto mendësi të cilat e vrasin dal nga dal një martesë. E vrasin dal nga dal sepse një martesë kërkon pavarësi, kërkon distancë nga anëtarët e tjerë të familjes, kërkon që dy njerëz të komunikojnë vetëm ato dy për jetën e tyre dhe vendimet i marrin bashkë dhe jeta e tyre vetëm midis dy bashkëshortëve dhe jo të ketë ndërhyrje nga të tretë. A ka ndërhyrje nga të tretë dhe a janë bërë këto shkak i zgjidhjes së martesave në vendin tonë, në Shqipëri? Po patjetër. Dhe mund t'ju them me bindje që janë këtu, në mes Tiranës, në mezin e Tiranës tonë pikërisht. Sepse ka ndërhyrje nga palë të treta, nga familjarë, siç ju e përmendët, dhe siç drejtohet pyetjen, dhe këto patjetër bëhen shkak që njëra palë të kërkojë zgjidhjen e martesës sepse e shikon të pamundur jetën e përbashkët.